ku e njohe? Ku e njohët? Ka qenë interesant kjo pjesa e njojës. Jemi njoftu me një qendër kështu spitalore. Në spital, ti ishe për hallin tënde e për hallin e saj? Jo, ishte mjeke. Mjeke. Thash, diçka, ja e marr mjekën, tash mbren afër se këto gripna këto nuk po t'jene rajdu. Është shumë interesante. Rastistë që u pat në korridorët e spitalit, apo kjo kishte lidhje me pacientin që ti, ku diun, më thuaj? Jo, realisht ne kisha në rrjetet sociale kështu. Okej. Edhe përfundova me një spital për një ndërhyrje kështu kirurgjike. Ishe ti pacienti? Po, unë isha pacienti. Edhe e lojta pak atë lojën e gjinojt, pak atë lojën kam nevojë. Realisht nuk kisha fort nevojë, po ishte kështu të rrahut zemra direkt, ishte dashuri me shikim të parë. Domethënë, unë isha në gjendjen jo të mirë. Domethënë jo në gjendje të mirë shëndetësore, po isha domethënë me ato pijamat me flokë. Dashuria nuk pyet. Edhe nuk e komenduar që kam me pas diçka, dola tash hajta kaloj kohën, i hubi 2 orë në spital, bëja i garë edhe si dihet na kur të shnohesh kur do mshe me katesha, ndryshon mendja. Edhe ka shumë qiell aty, po që ndodhi.